Mamaja ime dinte të shkonte në punë, të lexonte gazetën, të pinte kafe, edhe rriesha. Unë jam rrahur shumë tek nëna ime. Një zë më thoshte mos e bëj, mos ik. Po prapë unë kisha arritur, domethënë në atë pikë që pa shkollë, pa gjë, pa një lotër, pa një libër, pa një gjë, asnjë gjë që një djalë të ngacmonte në rrugë, mamaja ime më bërtiste, më thoshte mua, kuptohet ke vogël ti, domethënë, këto janë gjëra që nuk mund t'ia thuash fëmijës. Nuk mundet dot të shpëtoje, të kërkojë ndihmë në polici. Ku të vije, po ku do vesh, ku nuk ke mbështetjen e familjes, ku nuk ke, unë nuk isha më e virgjër, më kupton, nuk isha më, ku do vesh, ku do mbytesh? Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jemi live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë shumë larg. Do të jemi një nga vendet e BE-s. Do lidhemi me një 44 vjeçare, ajo është shqiptare, por është larguar nga Shqipëria shumë vite më përpara, ku ishte vetëm 16 vjeç. Një 16 vjeçare e rritur në jetimore për disa vite, pasi prindërit ishin divorcuar dhe fatkeqësisht nga fqinja u njoh me një djalë që e trafikoi drejt shtetit italian dhe 16 vjeçaria asaj kohe për vite të tëra bëri punojsen e seksit në Itali dhe në Londër. Ditën e sotme ka vendosur pa dorashka të rrëfej të shkuarën e saj dhe për të përcjellë një mesazh të fortë për të gjitha femrat që ndoshta ndodhen aktualisht në situatë trafikimi të marrin guximin për të denoncuar. Do e dëgjojmë së bashku këtë histori vërtet rënqetëse, hapdritare dhe e ftoj me njëherë 44 vjeçaren. Atëherë, unë vina një qytet shumë e vogël. Dhe për fat të keq jam edhe një fëmijë jashtëmartese, që do të thotë më ka ndjekur ajo stigma e keqe që në fillim, që domethënë sa kam dalë në këtë botë. Nëna ime ishte e re, 19 vjeçe, u dashurua me dikë, nuk përfundoi. I kthyen krahut familja, dhe unë kam jetuar në shtëpinë e fëmijës deri 3 vjeçe, diçka kështu, dhe më ka marrë më vonë nëna ime. Kemi pasur një dhomë të vogël. Nuk ma ka lënë ta harroj faktin që ajo më mori nga shtëpia e fëmijës, domethënë, diçka kështu vetëm në filma e shikona, po ma kujtonte gjithmonë. Më thoshte mua unë të mora nga shtëpia e fëmijës, më mirë. Kur i natoseshe me mua, më mirë të kisha lënë aty, racën e poshtë, ringjan aty. Domethënë, që në atë kohë u hodhën bazat për mua. Dhe kuptohet, unë kisha një komshie, edhe ajo ishte në Itali, ishte më e madhe se unë në moshë, diku te 24, dhe rastësisht ai tutori saj kishte një shok, dhe erdhën aty ku jetoja unë atë qytetin e vogël. Dhe të them të drejtën, më tha, ajo e dinte shumë mirë situatën time, e kupton, si unë jam rritur në një fukarallëk ekstrem, domethënë kemi qenë 4 veta, sepse më lindi dhe një motër, në një dhomë. Me thënë, një lavaman kishe, banjon e ndani me 10 të tjerë, sepse ishin të gjithë familje që prisnin, nuk jam e dorës së zezë, po ishin familje që prisnin të bëheshin apartamentet apo shtëpitë që jepeshin atere. E kupton, dhe normal, nuk është se ishe në një prioritet i madh. Kishin të gjithë një dhomë aty, banjot ishin kolektive, me thënë, duhet një natë dimri të t'i tregoj të gjitha. Dhe situata ishte, do me thënë, për mua mamaja më hoqi nga shkolla, kam bërë vetëm 8 vjeçaren, dhe kam qarë aq shumë, sepse shkolla ishte vendi më i lumtur për mua. Unë jam rritur që në moshën 9 vjeçe të filloj të laje, të bëje, të shplaje, lindi dhe motra kur unë isha në klasën e 8, dhe kujdesi për atë kaloi gjitha tek unë. Do me thënë, mamaja ime dinte të shkonte në punë, të lexonte gazetën, të pinte kafe, dhe unë merresha me fëmijën, do me thënë. Po, dhe ishte shprap shtatzan, priteshe të linte në fund të vitit, do me thënë, unë me atë mendjen time thash, kjo është edhe rriesha, unë jam rrahur shumë te nga nëna ime. Do me thënë, dorën që më vinte ajo nënë, unë nuk e kuptoj, unë kam vajzë vetë, kam fëmijë vetë dhe e ngre pak zërin dhe më hap për brenda. Do me thënë, them, ndiem shumë, jo më, nuk e di. Do me thënë, ajo ka qenë dhe shtyrja që unë tha jo, gjitonia ime atëre tha, kështu tha, ideali tha të patha dhe
do të vish tha me mua, tha, këto do jemi bashkë andej, këte andej. Do me thënë e pash edhe një çik si shpëtim. Si thon daljet e emergjencës, me thënë nga situata ku isha. Si një shpëtim që do largoheshe nga dhuna që të ushtronte nëna. Nga të gjitha në shtëpi, do me thënë nga të gjitha në shtëpi i thënçin. Do me thënë tash këtu është hell, është ferr. Po edhe andej nuk e di çfarë është, po s'do jetë kështu siç është këtu. Do me thënë gjithmonë një zë më thoshte mos e bëj. Mos ik. Po prapë unë kisha arritur, do me thënë, në atë pikë që pa shkollë, pa gjë, pa një lotër, pa një libër, pa një gjë, asnjë gjë që një djalë të ngacmonte në rrugë, mamaja ime më thoshte nga embrat më të këqija që mund të, edhe një mashkull, do me thënë, më bërtiste, më thoshte mua, po, do kuptohet e vogël ti, do me thënë, këto janë gjëra që nuk mund t'ia thuash fëmijës. Por babain tënd biologjik arritet ta njihje kush ishte, se ka ardhur një fëmijë jashtëmartese, më the. Po, për herë të parë, do me thënë, mamaja ime ka qenë një çik narcistike, kur i thonë, me narcizëm, më ka çuar kur kam qenë 6 vjeçë. Dhe si për të bërë paradë babait tim, do me thënë që ja urdhro, dhe unë i ngjaj shumë kopje babait. Dhe më çonte edhe në kampin e pionerëve në Durrës. Po. Babai im është nga Durrësi. Dhe e kisha parë, ka ardhur dhe një herë aty ku unë jetoja, dhe e kisha parë një 3-4 herë. Me thënë, ai familja tim nuk donte atëre, një 3-4 herë, dhe për fat të keq babai im është vrarë në 94 në Itali. Më vjen ka keq, e ke humbur babain. Po, do me thënë, kur arrita unë në moshë që gjëra kanë ndryshuar, të gjitha jam e lirë, më the tash, unë e dija që në atë kohë, sepse dhe ime më tha, mu bë kurban, tha, e morën e zunë në akademia, tha, se më la mua, tha, me shtatzan, dhe pavarësisht se unë nuk isha patur atë të lidhjen, baba, çup, do me thënë, kam qenë gjithmonë e trishtuar për atë fakt. Dhe më vjen keq që pas ka humbur babain. Në 95 mbushe 16 vjeç dhe komshia në një farë mënyrë të mbushi mendjen që ti më mbushi mendjen, më mbushi mendjen dhe më mbushi mendjen unë, do me thënë isha në atë, si thonë, në buzë të greminës dhe më duhej pak ajo shtyrja. Dhe rash dakord, dhe kështu kemi ikur, kemi udhëtuar, kam ikur, do me thënë, kemi vajtur diku për vizit tek një e afërmja e mamas time. Dhe aty gjeta rastin, se unë ka pasur motra ime ka qenë shumë e lidhur mes meje. Do me thënë, kudo që unë shkoja ajo mbas, thua se kisha bërë unë kur i thonë. Dhe kështu kemi ikur me një taksi, e kishte marrë ai se më kishte ndjekur atë ditë, më ndoqi ku vajtëm, ku s'vajtëm, tek ai qyteza e vogël atje. Dhe kam ikur në taksi dhe kemi ikur tek shtëpia e tij. Aty kemi ndenjur një javë, prindërit e tij e morën vesh, dola në televizor, dhe i thotë jo, ma ua, i thotë, kjo është kjo, i thotë që ke këtu ti, i thotë. Dhe jo, i thotë ai, jo, se nuk i ngjan fare, dhe fik televizorin, dhe si duket, këto ishin gjëra prapaskena që unë nuk i dija, bëm fjalë. Pra, nëna juaj kishte bërë një denoncim. Mamaja ime punonte aty dhe drejtori i fabrikës ku punonte, nga, do me thënë, i erdhi keq, dhe i tha, po sikur i tha, ta nxjerrim, i tha, në televizor, dhe më ka nxjerrë në TVSH-ja atëre. E qartë, si një vajzë që kishe humbur dhe ishe zhdukur. Ndërkohë, djali që të trafikoi, çfarë moshe kishte? 24, 25 gati. 25, ti 16. Ti ke qëndruar një natë tek shtëpia e tij, por prindit e tij si reaguan? Një javë gati. Shumë, do me thënë, në fillim se këto muhabete nuk bëshin në pranin time, po kur dola në televizor, atëre ata e kuptuan që nuk ishte aq historia rozë sa e kishte pikturuar ky, që ne dashuroheshim dhe bla bla bla. Po. Ja, apo nëna ime më kërkonte dhe më vonë e ka marrë vesh, i kishte tani jati o çoj mbas o ik që këtu. Dhe ikëm nga ajo shtëpia e tij, kemi vajtur në një shtëpi tjetër, nuk e di e kujt ka qenë, deri në pritje të dilte, si i thoshin, rruga Megomone. Je nisur me Gomone nga Vlora drejt barit? Po, drejt barit, po. Dhe pastaj ku vendose, në cilin qytet u vendosët përfundimisht? Në Toskana, në Pistoja të Toskanës.
Aty qëndrove plot 7 vite dhe bëre punojësen e seksit. 4 vite, se të tjerat kanë qenë në Angli. Katër vitet e tua në Toskanat Italisë kanë qenë një ferr? Po, kanë qenë aty. Po. Nuk munde dot të shpëtoje, të kërkoje ndihmë në polici? Të vije. Shiko, Odeta, më shumë, shiko, është, do me thënë dhe unë vetë si person, pa imagjinueshme që po ku do vesh, ku nuk ke mbështetjen e familjes, ku nuk ke, unë nuk isha më e virgjër, më kupton, nuk isha më, ku do vesh, ku do mbytesh, se mos ka autoritete, se mos të thot njeri moj shko këtu, jo, ku do vesh, dhe je e vogël, dhe mua më vjen zor ta përmend, do me thëmë, po e kam folur gjithmonë edhe me psikologun, se unë t'jem gjithmonë në faj, ke dhe atë dashuri, thënçin, do me thënë ato ndjenjat e adoleshencës, nuk e di çfarë, do me thënë, ka qenë një mori rrethanash, do me thënë që ti nuk ke ku vete, nuk ku do vesh, mua mamaja më do më vriste, po të kthesha. Ndërkohë, pas 4 viteve që ndrove në Toskanat Italisë, ai person të çoi në Angli dhe 2 vite të tjera punove në rrugë. Jo, në Angli nuk punoheshe në rrugë. Të me thënë, në Angli nuk punoheshe në rrugë, për arsye sepse vetëm ata që ishin junkie, që i thoshin kështu të drogam dhe të tash, sepse në Angli kishe, si i thonë shqip, se duke që publike, bordello. Do me thënë, nuk është se ishte legalizuar, më kupton, po që ishte në një sistem tjetër, do me thënë. Për shembull, ata që bënin atë publikimin e bëshje si tip kartolinash me një foto të një modele që mund të ngjasonte pak dhe vishin në kabinat e telefonit në Angli. Do me thënë, dhe në qoftë se një nga këta tunat që i shpërndante këto, ishin të punësuar në këto flats që i thonë aty, në qoftë se policia e kapte, merrte mbante njëri te gjobe dhe do me thënë, ose ishin kartat, shkonin këta të komunës, shkonin këta të telekomit, për shembull, sepse nuk ishte vetëm një kartë, po ishin gati 30 karta aty, edhe shkonin njerëzit telefononin. E dashur, pra fotot e tua, le të themi, dhe të shumë vajzave të tjera shpërndaheshin në kur themi në Angli bëhet fjalë për në Londër. Jo fotoja origjinale, një foto që ngjasonte pak. Që ngjasonte me ty. Bëhet fjalë për në Londër? Po. Në Londër. Pra, disa foto që shpërndaheshin me numra telefoni dhe nëse dikush ju telefononte, vinte në atë shtëpizën ku ju qëndronit dhe ofronit seks kundrejt parave. Po, fotot, do me thënë, këto shtëpi ishin me qera nga një madam që i dhoshin aty, dhe ajo për shembull punësonte një recepcioniste dhe vare mund të mbante një vajzë, kishte edhe shtëpi që kishin 15 vajza, kishte edhe shtëpi që kishte vetëm një vajzë ose 2 dhe ishin me turne për shembull gjatë ditës, gjatë natës dhe bëheshin këto foto, printoheshin diku këto kartolina, si kartolina me tiparet, me përmasat dhe dikush merrte në telefon dhe thoshte për shembull që mund të më japësh pak më shumë informacione dhe nëse i pëlqente apo i dukeshe diçka për të, atëre vinte i jepi adresën dhe vinte aty, do me thënë. Unë isha e lumtur që nuk do isha në rrugë, më kupton, sepse unë pasojat e të ndënjurit jashtë, natën, dimër, behar, pagjumësi, të gjitha unë i ndjej dhe sot e kësaj dite, do me thënë, i kam më ndjekin, kurse aty isha e lumtur sepse ishte më higjienike, ishte ngrohtë, mbi të gjitha ishte sigurt, do me thënë, unë kur i mendoj tani se sa vajza dhe mua për shumë më kanë ndodhur që më kanë marrë lekët, më kanë qelluar apo më rrëmbyen atëre. Nuk ka tani që ka rënë truri apo që ke gjendur atë paqen që i thon, thua o Zot, pas kam pasur një angjëll mbrojtës me kuptimin e vërtet të fjalës. Ju keni qenë vetëm një vajzë e mitur dhe është e frikshme ta mendosh që çdo natë duhet të dilje në rrugë, të bëje punojësen e seksit për të fituar para. Deri në sa klient shkonit në çdo natë? Ishin disa faktorë,
sa vjeç ishe, mbi të gjitha, çfarë pamjesh kishe, ishe brune, ishe bjonde, ishe shëndosh, ishe gjatë, më the të thash, sa aktive ishe në kuptimin që ti të riqe personat që kalon makinë, sepse ishte impresioni i parë që i thonë. Dhe mbi të gjitha, do me thënë, varej pak edhe nga ditët, do me thënë. Mund të kishe vetëm një person, mund të kishe edhe 10, do me thënë. Si, për një natë kishe 10 grek, shkoj me 10 persona? Vare, do me thënë, një person, në qoftë se ajo kjo ndodhte në qoftë se ishin këto që i thoshin blicet e policisë, kuptimin që ikje, fshiheshe apo më the të thash, ose do me thënë ishte ftohtë, ishte shi, varet kishin shumë faktor, do me thënë, imagjino ti 16 vjeçare të mendoje o bo, dhe kuptohet që në qoftë se nuk arrije një farë kuote, është e vërtet që disa kam pasur kuota, unë do them të drejtën, e kisha dhe unë një kuot, por ishte një kuot, tek mua e bënte në një mënyrë manipulative, në kuptimin që jo se ai priste që unë të bëja kaq, por ishte, ja, shikon, tash si do ja bëjmë neve? Sepse ti nuk jep më të mirën, nuk bën maksimumin, ishte faji jot për çdo gjë. Ishte faji jot. Dhe drejt për drejt, në shumicën e rasteve unë nuk kryesha drejt për lekët, por si i thon me spond për gjëra të tjera. Dhe sa para fitonit ju në një natë? Atëre ka qenë lireta. Po, se flasim për vitet. Po, lireta diku tek minimumi, do me thëmë, eqim këto ditët e këshia që ndodh një rrallë, po 350.000 deri në 1 milion lireta. Duke marrë parasysh çmimet që ishin 1 milion nuk ndodhte shumë shpesh, do me thënë shumë rrallë, por duke marrë parasysh që ishin çmimet 50.000 lireta në atë kohë. Si arritet të shkëputeshe përfundimisht nga ky person? Unë u largova, me thënë Anglia ishte diçka tjetër, në kuptimin që njerëzit ishin më ndryshe dhe ishte edhe pak jashtë kthetrave. Më kupton, në Itali ti je në kontroll, kalojnë ore minut, bëjnë xhiro aty të shikonin çfarë bëje me kë flisje, kurse aty nuk të ashtu, sepse ato nuk pranonin, këto madamat që ishin nuk pranonin tutorët. Më kupton, dhe po ta merrnin vesh që ti kishe tutor, nuk të merrni. Më kupton se nuk donin probleme. Kujtimi më i keq në 7 vite që bëre punojësin e seksit? Kujtimi më i keq, të gjitha kanë qenë të këqija. Unë edhe sot e kësaj dite, do me thënë ja tani në orën 1 kam terapin për te psikologu. Të gjitha kanë qenë, të gjitha, do me thënë, nuk mund të them një, ka qenë fakti që nuk e di trupi i njeriu çfarë pas ka qenë apo truri, por di të them që vetëm ai shpirti, ai si thon, ai shpirti i përbrendshëm të ka ngelur gjallë, se je komplet, do me thënë, gjitha njerëz, nuk je më njeri, je kafsh, je robot, je, do me thënë, të gjitha, dhe mua çdo moment i asaj kohe për mua është një kujtim, është një plag, do me thënë, sepse të formon si njeri, unë jam 16 vjeçe dhe të arrish të përfundosh në një dynja të këtill, në një botë të këtill, si thonë, në këtë situatë, formohesh edhe si njeri. Do me thënë, ndryshohe, po, dhe unë kam shumë kujtime nga ai, në kuptimin kujtime që më ka rraur sa s'ka më. Kam ato që jam kthyer në Shqipëri në 97-ën, që
gati edhe aty u rrëmbeva, domethënë nga një makinë që daloi taksin dhe I tha ajo vajza do vi me ne dhe ky e mbaj mend si sot ai çuni ishte një 30 vjeç tha motra tha më vjen keq tha po ata të kërkoj dhe unë vajta aty dhe fal zgjuarsisë time që më tha ti ke ardhur ta nga Italia I thash po tha I thash ka marrur se më ka vdekur babai dhe për rastësia, domethënë që unë kisha rroba dhe ka qenë ngjyra ime e preferuar e zeza, I thash më ka vdekur babai dhe kam qarë nga Afrika aty, I thash kam lënë vajzën e vogël, I thash në Itali unë s'kisha fëmijë fare, kam lënë nënën e paralizuar, I thash po na ka vdekur babai, I thash unë këtu, edhe sado që ishte, mbaj mend si sot ka qenë një makinë Mercedes gri me pistoletën në dorë me kështu I fryrë kështu, tha, okay, tha, nuk që këtha nga ato ti, tha, hec ta, dhe do t'i them unë atij taksigjiu të çoj tha sakta në shtëpi tha, okay, motra tha, po të kesh ndonjë problem tha, këtu përdallë kështu, edhe kur kam ikur, më ka rënë komplet gjaku, nuk e di, më thash o Zot, ja holla. Edhe tha ai taksigjiu, më tha mua tha gjotha, o tha unë kam frikë tha të lë vllai ty tha aty te stacioni I autobusave tha, se do më çonte në Vlorë. Nuk më çoj. Ka qenë një vit shumë I frikshëm për gjithë shqiptarët në Theshtata, e qartë, e kuptoj edhe situatën në cilën je përballur dhe nuk arrin ta mendosh kur je e re, kur je e pa ekspozuar, më the të thash, nuk arrin ta mendosh dhe je gjithmonë atë adrenalinën. Je në atë çdo ndodhi sot, më kupton sepse unë për shembull tani kam dhe angst, që si I thon angst I themin edhe angst. E qartë, e kuptoj. Unë I pendoj çdo ditë, domethënë shikoj një diçka, më vjen déjà vu, më vjen të besoj se I kam harruar dhe kur të ndjek ty gjithmonë shikoj dhe të them të drejtën kur shikoj disa vajza them që kanë me vite të tëra, më thonë kishe shumë nga grupet rivale apo nga meshkuj, nga tutorët rival që I vrisnin, kishe italian që të vrisnin apo marokenët apo më thonë se kishe dhe instruksione që për shumë marokenët, tunizianët ishin shiheshin si shtresa me ullët. Por me nënën tënde sot ke kontakte? Me kë? Me nënën tënde. Ka vdekur, po bën që në 2015. Që e ke humbur dhe nëna. Po, por unë kam qenë zëre nënën time, kam pasur 13 vjet në jetën time. Do me thënë, nga gati 5 vjet që unë jam, 45 që unë jam, nëna ime ka qenë prezente 13 vjet. Do me thënë, 3 vjet kam qenë në shtëpinë e fëmijës dhe 13 të tjera. Do me thënë, unë nuk kam pasur nënë. Kam qenë eksaktisht si I thon asaj fjalës, jetim me prindëri gjallë. Dhe nuk kam arritur kur, dhe ajo nuk më ka falur kur që unë ika, nuk më ka falur kur që se kuptohet e mori vesh çfarë unë bëja aty, më kupton? Dhe nuk më ka falur kur dhe më ka gjithmonë më ka kujtuar dhe gjithmonë më ka thënë prap fjalën e fundit. Kështu që nuk arrita kur që unë me nënën time të kisha atë raportin dhe unë thosha gjithmonë të kisha nënën në krah, si që kam pasur disa vajza, nuk do e bëja kurrë atë gabim të ikja, kurrën e kurrës. Por sot fal Zotit je sistemuar. Po, ta je sistemuar, stilin ndryshe të jetuarit dhe besoj që po kërkon lumturinë. Shiko, lumturia ka shumë dimensione. Dhe nuk mund të jesh unë nga eksperienca ime, unë kam një partner, është I huaj, do me thënë është komplet e ditë gjithçka, është shumë I hapur, është njeri shumë I mirë e të gjitha. Mirë po, nuk mund ta gjesh atë lumturinë pse se mua më janë privuar shumë gjëra. Që kur kam dalë në këtë botë është vendosur për mua, jo, ti s'do kesh baba sepse neve nuk na pëlqen nëna jote. Është vendosur për mua që sepse ti je fëmia e atij dhe më kujton mua atë, unë nuk të dua. Më kupton? E qartë. Dhe shumë njerëz më thonë mua, po si ka mundësi, po ti ishe fruti dashurisë.
Po, normalisht e fruti i dashurisë, po të lindësh në vitet 70 dhe të braktisesh, dashuria ikën dhe ajo e ktheu të gjithën urrëtitjen që kishte për timate ka kthyer tek unë. Dhe nuk mund ta arrish gjithmonë atë sepse je shumë plag dhe janë bër si thonë shenja nga këto plag dhe siç të thash, domethënë tani nuk mund të jetësh dot kurrën e kurrës mbrapa krave, po janë pasojat që unë i kam tani duke pasur E dashur, unë sinqerisht të uroj jetë, shëndet, të uroj lumturi, gjithçka që të ka munguar Zoti t'i dhënë dhe t'i kesh të gjitha. Unë të falenderoj që vendose të flasësh me mua dhe të tregosh të shkuarën tënde, një shkuar që fatkeqësisht fatin tuaj kanë patur dhe shumë vajza të tjera në ato vite. Kështu që sinqerisht të falenderoj dhe të përshëndes. E dëgjuam rrëfimin e një ish punojse seksi, e cila tregoi peripecitë, torturat nga tutori i saj. Mirë, ne urojmë më të mirat kësaj 44 vjeçare, e cila tashmë me psikologe ndiqet, ka krijuar familjen e saj, është bërë nën dhe urojmë gjithë të mira dhe qoftë si një nënë e lumtur për gjithë jetën. Do të vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashkë live të dashur miq dhe do shkojmë tashmë në Itali. Do lidhemi me një 45 vjeçare me emrin Violeta, e cila do të tregojë për problemet që ka me bashkëshortin e saj. Ka 2 vite që është martuar, ka 2 vite që ka shkuar në Itali tek burri i saj, por është gënjur nga jetesa që ai i ka ofruar. Shumë premtime i dha kur ishte në Shqipëri, por tjetër gjë i ofroi në shtetin italian. Kështu që ha dritaren dhe e ftoi menjëherë Violetën. E dashur Violeta, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, det. Më ke telefonuar nga Italia? Po, si. Okej, po, unë jam. Nuk bëj shaka. Po çfarë problemi ke ti? Kam problem që jam e martume për një viti dhe vetëm sot dhe tutje do më thanë që një vit e këto as mënyra njerëzore në familjet burrit nuk kam po, kërkon. Të betohem me një unaz, si më ka marrë burri, njerëzit e burrit fare nuk i moj mend se më kanë telefonu një herë. E kam probleme me burrin se burri nuk jeton me shtëpi veti, po jeton me një romun. Unë e mjenërën 12, kur ashtë ai, burri del në rënë 6 me punu, ke puna si për herë. Burri jam ka fëmijë. Njënin e ka 15 vjeç, tjetrin 13. E dashur Violeta, më the që ke një vit që ke shkuar në Itali. Po. Si e njohur me burrin tënd? Mund të ma tregosh? Me shkusi jam një. Mami më thot, më rrinë thot si e mirë, vetëm i ba shifin, shkusi që shkusin e kam ba njëft mirë. Shkusi si ka pa ditë fare këtë gjana. Të betohem, kishu, ke ka zani natën, kam ike e kam marrë, ke pallati. Por ti marrëdhëniet me burrin si ke? Edhe mirë, edhe kesh, se nuk ju baj shërbim rëbët vetë se ka vllahun këtu, në Itali e ka djalin e akonati. Për shpëritet se do ta moj e burri jem për herë. Unë kam pas punue, që 7 vjet kam pas punue për vetim pasënëri në shanë. Se mirë ditor jenë atë dy. Ti nuk e sjell në jetë fëmijë me burrin që ke? Jo, as nuk e ka plan me sjell, i kam thënë do me kriju familje, po këtë e di se merre me një disha, nuk ka normal me kriju familje, fare. Por pse nuk Po the? njëna ana. Pse nuk thesh në Shqipëri? Ti pse? Ne nuk kam me kam u kthy, se më thon motra me mamin, rrin se jem ventan. Këtu nuk rrihet. Ma shumë kam derdh lot se ka roshin nga qelli. Vese nuk i vehem fort mamës me grinde me shqetësue. Vlla jem ka thënë për çdo gjë, kam vllajën në Greqi të punue, ka 2 fëmijë ai, ka thënë për çdo problem më thuj, nuk i kam thënë se më zor. Edhe që mama jeme mua nuk se thënë se dolën shumë me goca vinojt, se me hik. Me më dhënë një mundësi me hik, por hik nuk i rrej, natën paron i hik.
Nuk e di, jam shumë e stresuar me det, më falë se të kam shqetësu, po të paktën më jep në ide që mundem me bë dhe nuk e di. Ti ke që prej tetorit të vitit kaluar dhe deri më sot që jeton me një burr që nuk e do. E vërtet. Por ai si sillet me ju? Ai sillet o det se ai ka se vetëm ju shërbej robët vet, unë nuk u shërbej, një vit u kam shërbej, një vit për me pa gjenjen, domethënë jo me pa gjenjen, po mënyra edukata ime me punu punë sa ishin detyri për mua për mi ba. Po jo se ka njerëzit e vet, unë më kujdes për ta, njënin e ka 40 vjeç, e tjetrin e ka 22 vjeç. Kanë marru për më kujdes unë. I kam thënë, i thash një herë, vini nënat e veta e të shërbejnë. Mu nuk më kam thënë, nuk më ke marrë për shërbyse. Se beto, them ja, shështu, domethënë, kështu martesë nuk kam pa kështu ndonjëherë. Po mirë, pse i quan veten shërbyse? Domethënë, në emigracion të gjithë familjarët ndihmojnë njëri tjetrin. Dhe ai në këtë rast po ndihmon vllajën e tij dhe nipin e tij. Pse i quan ti veten shërbëtore? Po është edhe Rumunia te më e det. Kush Rumun? Është në shtëpi Rumun, jeton burri im në shtëpi, nuk jeton në shtëpi vet, jeton në shtëpi, atë në shtëpi huaj. Domethënë paguajnë qiron bashkarisht, i kam thënë, sa paguaj qiron 1 milion. Po 500 ja fut i marrin fëmijët normal. Kur më tha para një muajta, do të marrë thënë nosin tjetër tha unë tha. Violeta, burri juaj është ndar nga gruaja e parë? Po, anda kur ka marrë dhënë, kur më ka fut letrat mua. Po. Me ata fol pak mami, jo shumë mami, me mua pak më dhunse. Sa fëmijë ka nga martesa e parë? 2 ka. Po 2 fëmijët me kërrin, me nënën apo me ju? Me ditë veta, për çdo të premte e të shtunit diel i man baba i vet ka një herë një javë vin. Jetojnë në Itali fëmijët me nënën. Po. E dashur Violeta, ti jeton me burrin apo burri jeton në një shtëpi tjetër, se nuk po të kuptoj. Burri jeton në shtëpi me Rumunin. Mamës teme nuk i ka pa thënë se me ka jetoj. Por të ç'lidhje ka ky Rumuni që jeton me ju? Çfarë ka burri juaj? Asgjë, vetëm kanë shtëpinë përbashkët. Asgjë. Shako, asgjë. Asgjë më shumë me pagu qiron. Edhe kështu nuk më pëlqen fare det nuk e di. Më ka thënë tash një vit do të bëjmë për shtëpi, herë të thot, ke për të punu të thot, për me ble shtëpinë për burrin tem. Nuk e përballoj dot. Buk për veten time blej, ushqim blej, po jo për shtëpi nuk kam mundësi unë me punu. Se këtu janë punë me rregulla, jo si atje në Shqipëri. Jo. Nuk e di se ku do përplasem. Për të punuar, nuk e di. Për të punuar ti duhet të punosh, sigurisht. Normal. Po ti nuk je kënaqur me bashkëtesën që po bën me burrin tënd në Itali dhe konkretisht çfarë vendi të Italisë je? Jo, punën e ka të mirë. Punoj në fabrikë xhamash. Burri punon në fabrikë xhamash. Në çfarë qyteti të Italisë je? Jam në qytetin e Milano, po pak më larg Milanos. Në periferi. San Giuliano. E dashur Violeta, ti kërkon të ndahesh? Po, e vërtet, nuk jetoj dot, unë të kem rrugë zgjidhje. Unë shkoj jetoj me një shtëpi tjetër ku në vend tem atje në Shqipëri, se jetoj me burrin. Por pse nuk e bën këtë gjë? Ndau, kush të detyron të rish me një person që nuk e do? Duhen para det për mundame, se unë kam pas baci librimin, te nuk ndrohet ma mbi emni, unë ta dishim mashin mbi emnin tem, po familja më bani me ndrohet dhe mbi emnin. Nuk e di se ku do përplasem, nuk e di. As nuk i kam tregu vllajt, as kërkut. Ti jap një këshill? Po, okay, i një gjë këshillat me shumë vëmendje, si me qenë të një gjuhë momentan.
Edhe unë po të flas si kur jam motra apo nëna juaj në këtë rast. Okej, por pra ne te kam shqetësuar në telefon. Jo, nuk më ka shqetësuar as pak e dashur Violeta në telefon dhe mua e dashur Violeta, mundohu të qetësohesh. Kështu e kam për ditë në ditë, nuk e kam vetëm një ditë. E kam për ditë kështu. Por nuk është normale e gjithë kjo situatë. Duhet të qetësohesh, sepse ka një zgjidhje, padyshim. Por nëse ti nuk je e qetë, nuk do gjesh kurrë zgjidhje. Jo, të një gjejme dhe menje, vetëm për një këshill e pranoj nga ti si me qanë, më jam. Unë t'i jap këshillën që ti të flasësh me vllajën tënd, meqenëse që e paske pikë të dobët vllajën dhe të ka ardhur zor t'ja tregosh situatën. Unë dua që ti ta telefonosh vllajën dhe ti tregosh që nuk je e lumtur në Itali, nuk je e lumtur me burrin që po jeton, që ke një vit që po jeton me këtë burr dhe kërkon të ndahesh prej tij dhe të rikthesh në Shqipëri. Dhe nuk ka asgjë të keqe të ndahesh me një person që nuk e do. Okej. Kur ti nënës tënde ja ke thënë këtë gjë, çfarë të ka thënë? Mami më thot vetëm thot mos u mërzit, sot mos u mërzit nesër, edhe çaj, ç'është sikur po çaj, tani me të, jam e pa. Nuk e di. Por me burrin tënd ke folur? I kam thënë për shto sikur sillesh ti, i kam thënë që natën pa han hike dhe unë nuk e kam problem. Vese jam me pas, nuk jam me kam e hike me kam e hec. Por çfarë sjelljesh? Violeta, çfarë sjelljesh bën ai që ti nuk ndihesh mirë? Sjellje ai, unë i tham, kur do krijojmë familje, në pak. Po të 3-4 vjet tonë, 2 vjet i bana, 1 vjet po e, u ba vjeti 2, hiku si vjetja, hiku. Nuk e di, vetëm kërko punë, nuk e di, këshpeja. Ti kërkon të bësh një fëmijë dhe ai nuk pranon. Po, nuk pranon. Për këtë i kam thënë, unë nuk kam marrë vesh me harit se buk, i kam thënë. Se për buk, unë e shes vetë bukën. Ku ditë me punoj e shes vetë bukën. Por si të trajton ty ai? Kur nuk nga marrë një fillë rroba, o det, që ditën e parë se kam dalë për mamit tem, unë nuk pres më asnjë lloj gjanje. Pare. E ka motrën biznesmen në Tiranë. Ti po më tregon që partneri jot nuk kujdeset për ty. Fare. Por si, ju a dilni bashk, pini kafe? As kërkon, çaj kafe, mos. Dalë fëmi pak prej, sa të kaloj gohen edhe në shtëpi prap. Kam pas raste se kam flet në balkon, kam flet në kuzhinë, karrik. Po që shkon në balkon, ke fletur në balkon, për çka ke fletur në balkon? Në balkon, për kesh në karrik. Pasha zotën po. Si, ke fletur në karrike? Në karrik në kuzhinë. Pse? Se ishin ato, i thashim nuk du fëmin me flet në krevat me mua. Por fëmijët e ti si sillen me ty? Për të burri të trejnë, thos janë kalamaj, 15 vjeç, i ka pasën ora 4, i ka pasën ora 2, një më 2 më trejnë telefon. Më dhëmë teme. E ta shu Violeta, por unë dua të them që fëmijët e burrit ti duhet t'i respektosh, sepse E di, po burri më gënjeu, se ta kanë dëmën e vet pa fëmija, kanë dëmën e vet, dëma vet e kanë tjerë. Se ndoshta bashorti jot për shkak se është i vetëm që punon, se ju nuk punoni, ai është i detyruar ta ndajë qeran me dikë tjetër, të bëj sakrifica, ndoshta është ky problemi dhe ti e keq kupton. Një muj pa thënë, nuk e di, se ku do të përballem nuk e di. Kjo nuk quhet sakrificë det, nuk e di. Më ka ardhur, nuk e di. Por sipas mendimit tuaj pse e bën ai të gjithën këtë gjë? As vetë nuk e kuptoj. Ai pse erdhi ke shtëpia me gjithë shkusën, me gjithë nanë, e nuk mi tha të tonat vërtetat. Po kur erdhi kam thënë atë tjetër këta mrena. Po ke? A di si më duk? Bom.
po të bëj pi odet, më kanë para flok komplet, she. Komplet më kanë para flok, nga stresi, vazhdoj akoma me mjekim. Violeta, sa vjeç jeni? Më fal që të pyes për moshën. Jam 45. 45. I kam, po. Dhe 100 vjeç u bëfsh. E dashu Faleminderit. E dashu Violeta, unë të shikoj që ti je shumë e ngarkuar nga ana emocionale dhe vuan kaq shumë që mund t'japësh fund gjithçkaje, por nuk e di pse nëna juaj nuk e shikon gjendjen tuaj dhe t'ju marri në shtëpi. Ti ke nevojë për ta. Nuk kthehem unë në shtëpi. Nuk kthehem unë në shtëpi se me shkollësi e kanë bë, mama i priti, mama i përcolli, mama kret, edhe unë edhe ke mama një natë, dytën, e në nonë ne ke mama nuk du me hik. E du e respektoj, po për shto nuk e di. Por pse nuk do të kthehesh tek nëna ti? Kthehem ke nëna, po mentaliteti si thonë u kthy goca filanit, ke më shpit vetë prap. Moj Violeta, po që ke këto mendime, po pse çfarë t'intereson ty për mentalitetin e fshinjve, e fisit që a thonë për ty pse unë tave nga burri? Pse me për hir të fisit do vishe martuar ti dhe t'jeshe palumtur, të vuash? Asnjëherë, se po kam thani lumi jonë si jam tokë Italisë, thanë nuk ka. As nuk e di se kur do ta them. Violeta, mos ke frikë të tregosh të vërtetën dhe të kërkosh ndihmë. Mos ke frikë nga paragjykimet e njerëzve. Nëse ti kërkon të ndahesh nga i burr, ndahau dhe ktheu në shtëpinë e prindërve. S'kam me ka, se unë me pas me ka, unë as i sekond, leta nuk e shkel mashi tokë. Për me gënjeshtra jo, për me realitet ndryshe. Kështu si nuk e... Violeta, çfarë ke menduar për jetën tënde? Kam menduar se do të jetë më mirë, po jo se do të jetë ma skëter se isha. Të bëj një pyetje dhe mu tregoje sinqert. Po. E do burrin tënd? Me dësht e dua, po sjellet që banaj nuk nuk e di. Çfarë sjelljesh bën që ti ndihesh kaq keq? Mi shpjegoj që ta kuptojmë dhe ne. Sot do marr shtëpi. Nuk e kam marr. Sot do dalin veti. Nuk pranon me dalin veti, nuk më jep sot tani sot ka shtëpi. Pse erdhi tham ke unë për me kërku ke shtëpia mames. Ke shtëpia babës tëm. Pra ti po më tregon që ai nuk mban premtimet. E vërtet. E dashu Violeta, i ke thënë burrit tënd që unë do largohem një ditë prej teje? I kam thënë. Çfarë të ka thënë? I kam thënë. Çfarë të ka thënë? Nuk i vjen mirë, të thotë on pastaj thotë di, unë thotë ç'isha baj. E kam frikë se më vjen vetë familja. Violeta. Po. Unë e kuptoj që ndodhesh në një pozicion jo fort të mirë dhe ti më ke marrë disa herë në telefon dhe ke kërkuar që të hysh në këtë live, më ke marrë në telefon, ke qarë dhe sinqerisht më vjen shumë keq për ty dhe dua të ndihmoj, por nuk di dhe se si të ndihmoj. Sepse jetia ajo që vendos. Nuk ka problem. Po jam ngushtë, po jam ma me problematik, paktën do të më japësh në rrugësisje në gjashat. Por nëse ti e do burrin tënd, unë nuk të them dot ndahu nga burri. Nëse ti nuk e do burrin tënd, unë nuk të them qëndro me burrin. E dua vetëm për hir se ma ka dhënë mama se unë nuk i du fare. Se unë nuk jam njoftë me ta asnjëherë. Tani dashuria o e do, nuk e do Violeta. Tani unë e dua për hir të nënës, nuk ka logjik kjo. Njeriu o e do me zemër, o nuk e do. Nuk e di. Kam shumë probleme det, nuk e di se çfarë do bëj, nuk e di. Unë në një sekond me qenë me pas arsye ku me ik, unë nuk i rrej këtu fare. Por, o Violeta, por ndoshta burri nuk ka para të marrë shtëpi, të jetoni të dy, dhe ndoshta... Jo, nuk ka, e vërtet, ajo vërtet. Po ku ti e di, o Violeta, po tani edhe ti logjiko pak si grua e rritur tani, se e 45 vjeç, kur ti e di që burri nuk ka para, është i vetëm, ka vetëm një rrogë,
duhet të mbaj qeran, drita, ujë, të mbaj ty, të mbaj fëmijën nga martesa e parë, se dhe ata kanë detyrime. Ai është i detyruar që shtëpinë ta ndaj me dikë tjetër që qerahet i bjerë më pak. Kur ti e di këtë gjë, pse nuk e mirë kupton? Sa do ta duroj unë Odeta? Sa do ta duroj unë? Ti do ta durosh derisa dhe ti të dalësh në punë, të punosh dhe ti dhe të merrni të dy një shtëpi me qira dhe të përballoni jetesën. Ata jam me ty, ata. Po se po ble leta shtëpi këtu, Leo nuk ka mundësi. Po nuk ka lidhje të blesh nuk e shtëpi. përballoj dot. Violeta, nuk ka lidhje të blesh shtëpi. Nuk është e lehtë të blesh shtëpi në emigracion. Ne jemi vendali këtu edhe me zi problem shtëpit. Nuk do të thotë të blesh shtëpi, njerëzit jetojnë me qira, por të jenë të lumtur se vitet ikin. Si do ta përballoj vetëm vetë. Mirë, më vjen mirë që po i jep forca vetes për të përballuar, sepse të gjithë në jetë kanë probleme, por gjejnë forca për t'i përballuar problemet. Pse nuk përpiqesh të fillosh një punë aty në shtetin italian? Ku je? Nuk ka, se pos nuk të lidhi kush, nuk ka, edhe gjuhën nuk e di. Nuk ka marrë dhe pa përgatit me fare. Po nuk di komunikim. U bë 2 vite që jeton aty. Besoj avash do ta mësosh gjuhën. Se mësoj dot. E ke të vështirë ta mësosh gjuhën. Shumë. Veshi jot nuk është stërvitur me këtë gjuhë dhe nuk e mëson dot, dhe kjo është pengesë e madhe për punën, nuk punon dot në shtetin italian. Por marrëdhëniet me ish gruan e burrit, ajo shqiptare është? Po, shqiptare është. Me atë si ke marrëdhëniet? Jo, nuk flas fare, nuk do ta njoh fare, nuk më intereson. E qartë, ajo ka kontakte vetëm me partnerin tuaj për hir të fëmijëve. Po. Nëse ti e dashuron burrin tënd, mos u ndaj. Mundohu të zgjidhësh problemet. Po. Pakten me këto këshillat që më jep, do t'i ruaj edhe do t'i maj vesh. Mirë, mos u dorëzo, kjo është fjala që unë të them dhe mundohu të bësh më të mirën për veten tënde dhe për burrin tënd. Po. Faleminderit det për këshillat që më jep. Dhe uroj të bëhesh nën sa më shpejt. Faleminderit. Respekte nga ti shumë. Më falë se të kam shqetësu. Mos qaj tani, të lutem. Violeta, pse qan? Po. Pse qan? Të qaj se mërzitën, ndoshta vetë kam mërzitën edhe ty. Po nuk më ke mërzitur fare mua. Mua më vjen keq. Se je non, je prit, je gru, je gjitha punën e ke. Nuk më ke shqetësuar fare. Në fund të ditës kjo është puna ime. E dashur Violeta, e kuptoj që ti kërkon vetëm këshilla dhe ke nevojë për këshilla, ke nevojë për mbështetje, por unë prap tentoj dhe të them, fol me vllajin, fol me nënën vet, fol me motrat, vëllezër, çka ke, tregoj situatën, fol si një grua e rritur me burrin tënd dhe të gjesh gjuhën e përbashkët dhe të jetoni të lumtur. Faleminderit shumë, po të marrë edhe ti, faleminderit për respektin që më dhe, edhe për kurajen që më jep. Të përqafoj, forca. Të falenderoj shumë nga larg e ditë, të përqafoj nga larg shumë. Mirupafshim zemër. Mirë të dashur miqë, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj të gjithëve ju që qëndruat me mua deri në fund të kësaj video. Ditën e sotme sollëm 2 histori të 2 zonjave, të cilat treguan problemet që kanë pasur, problemet që kanë dhe përsollën mesazhet e tyre dhe ne urojmë të bëhet më e mira. Nëse dhe ju keni një denoncim për të bërë dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni dhe mesazhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram, në TikTok, në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro. Dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar, ku çdo ditë, çdo paradite, ora 10 ju live këtu në YouTube. Faleminderit.